Por sot mund të them me krenari që kemi një nivel krejt të ndryshëm të mbrojtjes kibernetike dhe njerë fal bashkëpunimit me Izraelin dhe me talentet izraelite. Jemi shumë të lumtur që jeni këtu e që mund të shohem se çfarë mund të bëjmë së bashku më tej. Personaliteti i parë izraelit që vizitoi Shqipërinë ishte Shimon Peres, nëse s'gaboj, në vitin 1993. Më kujtohet sepse mbajti një konferencë për shtyp dhe dikush e pyeti. Zoti Peres ishte ministri i jashtëm aso kohe. Vini nga një vend i vogël, me një histori që në disa pjesë të vetat ngjajnë me historinë tonë, sepse keni qenë një vend mjaft rural, tashmë jeni bërë një vend shumë i fortë. Çfarë këshille do të na jepnit? Shimon Peres tha diçka që unë nuk e harroj kurrë. Tha, nuk mund t'ju jap këshilla, po thjesht një kujtesë. Mund të bësh omlet nga një vezë, po nuk bën dot një vezë nga një omlet. Historia jon e ndryshimit dhe e ulje ngritjeve ka qenë histori të bërit omletave dhe përpjekje për të nxjerrë vezë prej tyre, kështu që kemi bërë gabime, kemi mësuar nga gabimet, jemi përpjekur të bëjmë më mirë. Dhe unë besoj se kjo marrëdhënie që unë dëshiroj të forcohet dita ditës me vendin tuaj dhe me popullin tuaj, përmes saj mund të shmangim disa gabime dhe mund të mësojmë më shpejt si të bëjmë omletat. Me qëra fjala, shijojeni ushqimin ton, shijojeni mikpritjen ton, mos harroni kurrë që për hebrejnë Shqipëria është shtëpi dhe dëshiron të mbetet e tillë.